shpresoj të mos jetë kjo e fundit. Një shkruaj që të tregoj për mësim që të stella temë, më shikoj. Njerëzim të drejtën dhe mbështetur për Mirëmëngjes nga dita tjetër, unë sapo jam bërë gati, sot është diel, siç u thash edhe për hapa vit. Përshëndetje, mirë se vini në kanalin tim. Sot jemi në një tjetër episod ditarit tim të vjeshtës. Unë sapo kam bërë një dush dhe mendova që të ndaj skincare-in me ju. Produktet ja u kam treguar që herën e kaluar, janë produkte nga Helen's Bioline dhe pa unë përkohë po filloj shpejt e shpejt, sepse gjithmonë pas dushit, gjëja e parë që bëj është të marr rutina ime e skincare-it. Përdor një tampon pambuku, filloj me toniku është i pari. Fytyra është e pastër, sepse si që thash sapo kam dalë nga dushi. Dhe kështu që thjesht do vendosim pak tonik. Sot është një ditë e vrentur, përgjithsisht kështu ka qenë gjithë java. Siç e shikoni, unë kam veshur bluzë goxha të plotë sot, sepse vërtet që këto ditë kam pasur shumë ftohtë. Dhe nuk e di pse, kam qenë si në ethe, madje sot kam edhe një dhimbje veshi, pra në momentin që e lëviz kokën ose në momentin që përtypem, e ndjej shumë dhe kam përshtypjen që ose do të më zerë ndonjë viroz, ose ndoshta më ka marrë veshi infeksion dhe shpresoj të mos jetë kjo e fundit. Tani po vazhdoj me kremin e syve, është i pasur me vitamina, ndihmon edhe si anti-rudh, por edhe për rrathat e zinj, gjë që unë e kam goxha problematik, siç u thash edhe në videon e kaluar. Sot është e premte, fundjava është para, këtë fundjavë do jetë pak më ndryshe, pra kemi bërë plane. Plani i parë është që nesër do të jem tek eventi që zhvillon Sara Karaj. Do të jemi në Durrës bashkë me Rean, do të shkojmë që në mëngjes. Është një silent yoga, unë nuk kam qenë asnjëherë dhe jam vërtet shumë kurioze ta përjetoj si eksperiencë. Hapi radhës i skincare-it është vitamina C, që nuk mungon në rutinën time. Sot nuk do ta shoqëroj me SPF, sepse sot nuk do të dal, do të jem në shtëpi, siç e thash, nuk ndihem shumë mirë me të mirën time dhe kam vendosur të qëndroj në shtëpi, duke qenë se edhe koha nuk është shumë e mirë. Thjesht ndoshta do vendos ndonjë film e do shoh ndonjë film. Vitamina C gjithmonë duhet shoqëruar me SPF, sidomos në rastet kur e vendosni në mëngjes dhe jeni për të dalë. Dhe hapi i radhës, kremi rigjenerues i thellë. Është kremi këtu. Edhe këtë e aplikoj në të gjithë fytyrën. Ky më super pëlqen. Njëtën rutinë përdor edhe në darkë dhe më besoni, nuk e di, më ndjej fytyrën shumë të hidratuar si një bebe. Dhe kështu siç po thoja, pra fundjava kemi plane dhe do kem shumë për t'ju treguar. Shpresoj vetëm që të mos më ndodh diçka nga shëndeti dhe të më shkatërroj të gjithë plani që kam bërë. Ndërsa të diel do shkojmë në Burel përsëri, takojmë pak fëmijët, kemi shumë kohë që nuk kemi shkuar. Edhe kështu do kalojmë ditën aty, pra të mbyllim me disa punë që kemi, ndërkohë që unë ndjej gjithë pas ditën kam rregulluar dollapin, jam lodhur vërtet shumë, po të paktën arrita të i sistemoj të gjitha pulovrat, xhaketat. Varsen e kam vendosur aty për momentin, por nuk është e dura, nuk është se po më bën punë, thjesht kam vendosur disa këpucë dhe po mendoj që të porosis një tjetër që të jetë pak më e madhe dhe të kem kujdes në përmasa këtë mos bëj gabimin që bëra herën e kaluar. Nuk e di nëse keni parë videon me pakot, ju kisha thënë që po prisja një pako nga Temu edhe kjo pako erdhi sot, e kam këtu në dhomë dhe do ta ndaj me ju pak më vonë sepse tani duhet të thaj flokët dhe të përgatis drekën dhe t'ju tregoj pak se çfarë kam marrë për shtëpinë që më kanë pëlqyer vërtet shumë dhe ja vlen çdo qindark. Pra, është një nga ato pako që nuk jam zgënjur me asnjë produkt. Kështu që do ta ndaj këtu me ju dhe më pas do të shihemi nesër ku do të vazhdojmë me aktivitetet e fundjavës. Nëse ju akoma nuk më keni bërë subscribe, ju ftoj të më bëni një subscribe sepse është shumë e rëndësishme për mua dhe kanalin. Më ndihmoni pafund, më motivoni të bëj video të tjera dhe e vlerësoj pamas.
Shihemi pak më vonë. Ja ku jam përsëri me ju, tani është koha që t'ju tregoj porosin që kriste nga Temu, shikoni pak se sa e madhe që është. Dhe fillojmë pa humbur kohë me produktin e parë. Produkti i parë është këtu. Është një mbajtër metalik në ngjyrën silver për revistat, librat. Është kjo këtu. Më duk shumë cute, se po mendoj që të vendos shumë detaje silver në shtëpi, duke qenë se shumica e shtëpisë është e mobiluar me ngjyrat gri dhe të bardhë, mendova që të shtoj edhe ngjyrën e zezë dhe ngjyrën silver. Pra, në këto 4 nuanca do rrotullohen, le të themi, gjithë dekori i shtëpisë, dhe ky është një nga ato detaje që patjetër më duan. Produkti i dytë janë lule artificiale. Tani, e di që ideale është të mbash lule naturale, por një person si unë që nuk di të mbaj lule naturale, vendosa që të marr lule artificiale. Kam marr plot 4 të tilla. Janë cute, e ngjyrë bardhë, më pëlqyen aty. Dhe mirë janë. Vazhdojmë me vazën e parë, është këtu, e kam paketuar në bukpesh, këtë në duhet të hap, në duhet për të hapë e shikojnë në fakt se sa e bukur që është. Është qelq e madhe dhe më pëlqen shumë forma e saj. Këta e mendova për këtë të tavolinë e madhe me lulet, do duket shumë bukur besoj. Lulet duhen hapur normal, se janë të mbyllura kështu. Duket shumë cute, do t'i pres pak bishtat. Edhe se di. Më pëlqeu shumë kur e pash atje tek Temu dhe ka ardhur fiks ashtu siç e kriste. Dhe e dyta është një vazë e vogël. Sa po pastrova është. Është kjo vaza e këtu, shikojnë pak se sa keq është. Këtë do ta vendos te tavolina aty e vogël, tavolina tek këmbë, sepse aty s'kam asnjë detaj, asnjë vazë, asnjë gjë. Shikojnë pak sa të bukura janë të dyja. Edhe kjo është fiks ashtu siç e pash në foto. Ora s'ka shkuar 5 edhe shikojnë pak sa pak dritë që ka. Atëherë, produkti i radhës është një ambazhur i vogël, duke qenë se ju thash që po mendoj që ta bëj të gjithë shtëpinë me si unë busha. Busha shumë. Duke thash që do ta bëj të gjithë shtëpinë me silver, një detaj tjetër patjetër që më duaj, edhe është shumë estetik. Shikojmë sa i bukur që është. Është perfekt, ashtu si që doja. Ka karikuesin e vetë normal dhe karikohet dhe do të tani ndoshta duhet të ketë bateri, besoj. Nuk ka bateri për momentin, që t'ja tregoj atë ndezur, por më pëlqen shumë. Sepse këtu në dhomën e ndenjës kam vënë një nga ata ambazhurët e vegjë që janë të dhomës së gjumit. Dhe ky do duket super bukur aty me kornizën. Kam marrë një kornizë të madhe silver me foton tonë dhe kam edhe atë foton e hënës dhe janë detaje bukur shumë të bukura. Vazhdoj me produktin tjetër, përsëri në serin silver. Është ky mbajtësi i qeriut, pra shikoni sa cute që është. E adhurova sa po e pash. Kam filluar të më pëlqejnë shumë detajet silver, pra nëse tek vetja preferoj bijut gold, për shtëpinë e dua komplet me detaje silver, sepse më duket që duket shumë pastër, shumë moderne. Edhe gjitha këto. Po heqim me këto. Tani këtu do t'ju tregoj akoma më mirë në momentin që do t'i vendos në për shtëpi, do t'i organizoj dhe do t'ju tregoj më mirë se si duken. Për momentin po ja tregoj kështu duke qenë se më erdhi shumë inat që kjo pako vënua.
Këtu kemi gazeta, do thashtë pse I ka marrë këto gazeta. Mu duken shumë estetike të drejtën, edhe për të bërë foto, për t'i marrë në rrugë, me vete, për të bërë foto, kështu street style, edhe ishin vërtet shumë të lezetshme, më pëlqen shumë, kështu që ka marrë 3, do t'i vendos këtu. Shkoni pak sa bukur duke. Kjo ishte ideja pra e kësaj mbajtëses, që të vendosje gazetat. E mendova kështu të përshtatshme. Mbledhja tjetër është janë këto libra, të cilat tani dua t'i montoj bashkë me ju. Dhe nuk e di po, kjo është një nga porosit më të bukura që për mendimin tim kam bërë ndonjëherë tek Temu dhe një nga porosit që vërtet më ka ardhur ashtu siç është një libër me Parisi, një libër me Londra edhe një libër me New Yorku. Pra 3 qytetet që I dua më shumë. Ja pra, edhe na doli si libër. Tani ta montoj këtë tjetrën, sa më pëlqen shumë tani. Këto që kanë si kuti. Mos po e gjeja anën. S'po e gjeja anën, dhe s'po e kuptoja se si bëheshin, si mbylleshin, si formoheshin. Jemi dhe shumë e bukur, edhe për dhuratë, për shembull, dikë që ka bler shtëpi të re, nuk e di. Ma nëse do më sill në këto dhuratë, do më pëlqente shumë, sepse kombinojnë shumë bukur në shtëpi. Kemi New Yorkun dhe këtu kemi të fundit që është Londra. Ja, pra po kemi dhe Londrën. E shkojnë pak se sa bukur që duken të treja. I kanë të treja. Këto mund t'i vendosësh edhe kështu, mund t'i vendosësh dhe në tavolinë. Duken shumë bukur. Dhe, për të sarritur më të formën, kam një karnizë që dhe vend të drejtën, sa po e pash, thash, okej, do e marr, edhe më pëlqeu shumë. Ka ardhur fiks si në foto. Pra në çdo detaj. Nuk është thjesht një printim letre, është një kornizë bërë me porosi. Shikoni pak se sa e bukur që është. Nuk e di. Në fund tani, është përsëri New Yorku, vdes për New Yorkun. Edhe po mendoj që të marrë dhe disa korniza tjera kështu bardhëzi. Duke qenë se të gjitha kornizat deri tani ka marrë po bardhëzi, nuk e di, më pëlqyen shumë. Nuk di çfarë të them, nuk kam koment. Korniza është druri në ngjyrë të zezë. Dhe shikoni pak, sa bukur që duket. Këto ishin blerjet që unë kam bërë tek Temu, edhe të mendosh sa kanë kushtuar të gjitha këto, ja super vlen. Tani mezi po pres që t'i vendos në për shtëpi.
Mirëmëngjes nga dita tjetër, sot është eventi i Sarës në Durrës, ora për momentin është 9 dhe tani do shkoj të takoj Rean dhe të nisemi. Nuk kam fjetur fare mirë të them të drejtën dhe më shtentur pak vesh, pra e ndi këtu në pjesën në hyrje të veshit, më shkruar diçka dhe jam e sigurt që duhet jetë një lloj infeksioni. Sot është e shtunë, nesër është e diel, nuk e di as ku do shkoj që të bëj një vizitë dhe një kontroll, po vërtet që nuk kam fjetur gjithë natën dhe kam pasur shumë dhimbje. Në chat lexova që duhet të pi qetësues, por përsëri nuk është se kam pasur ndonjë rezultat, kështu që me shumë mundësi kam marrë një infeksion veshit dhe duhet kontrolluar. Kështu që do shkoj besoj pas dite, pasi të kthehem, nuk e di se sa do të vonohemi aty. Do shkoj dhe do ta shoh, shpresoj të mos e kem shumë dhe shpresoj mos më jep temperaturë sepse po ndjej pak ato ethet. Ndërkohë që kodi veshjes ishte sportiv, kam veshur streçe dhe një bluzë dhe një xhuf sportiv sipër, duke qenë se është pak freskët. Kështu pra, tani po nisemi dhe do të shihemi pak më vonë. Që kjo periudhë me veten tuaj dhe me Selskinin të vlej edhe t'ju qetësoj realisht. Për këtë arsye kam zgjedhur që bashkë me ne të jetë edhe Ariana. Ne do të shpërndajmë disa kuftje dhe ju do t'i vendosni. Kuftjet do t'i marrni gjatë gjithë procesit të jogas së fytyrës dhe më pas do të kalojmë tek joga e gjithë të mendjes. Nga dita tjetër, unë sapo jam bërë gati, sot është e diel, siç ju thash edhe kur e hapa videon, sot do të shkojmë në Burej. Kam bërë një kombinim shumë të thjeshtë dhe shumë të ngrohtë, sepse dje vërtet që kam pasur ftohtë. Ky është kombinimi, kam vendosur këto syzet. Siç e pa di, ishim tek eventi i Sarës që në mëngjes. Që patu nuk isha zgjuar fare mirë, kisha dhimbje veshi dhe kjo gjë u përkeqësua me orët që kalova aty. Dhe kur kam ardhur në shtëpi kisha temperaturë. Kështu që u detyrova të konsultohesha me një mjeke dhe të merrja një mjekim për veshin, një qetësues dhe nuk kam xheruar fare, thjesht kam qëndruar shtrirë dhe jam përpjekur që të marr veten. Për fat të mirë sot jam më mirë, pra më ka dhënë goxha efekt. Kam fjetur shumë herë dje, rreth orës 10 dhe thjesht tani doja t'ju tregoja shpejt e shpejt dy produktet që na dhuroi Sara. Kremi është produkti më i ri i Sarës, vjen në këtë paketimin kaq të bukur dhe të veçantë dhe normal që nuk mund të mungonte dhe një larës, është larësi këtu, po ja u tregoj pak shpejt e shpejt. Ky është kremi shumë i bukur, kishte një formulë shumë të veçantë dhe madje mbante brenda edhe vitaminën C. Pra nuk ju duhen disa produkte, mjaftonte ky kremi dhe kishte disa produkte brenda
brenda një. Dhe ai që më pëlqeu shumë ishte edhe larsi dhe mbi të gjitha më pëlqeu shumë dhe mënyra e paketimit dhe dizajni. Kjo ngjyra silver duket shumë e bukur. Dhe aty i testuam, i provuam të gjitha dhe ishin vërtet shumë cilësore. Sara ka bërë një punë shumë të mirë, edhe i urova shumë suksese, duke qenë se Sarën e kam ndjekur që nga fillime, dhe më bëhet vërtet qefi për të që po ecëm dhe çdo ditë më shumë po sjell risi në Shqipëri, edhe pse jemi vend i vogël, ka marrë përsipër risje të mëdha dhe shumë suksese Sara. Tani duhet të nisemi sepse jam shumë vonë, po më presin, kështu që marrim çantën edhe dalim, se jam vërtet shumë vonë, do të shihemi pak më vonë, ndoshta në një moment tjetër do t'i testojmë bashkë produktet e Sarës për t'ju folur edhe pak më gjatë. Është vërtet shumë freskët. Freskët nuk mund ta quaj, mund të quajmë që është ftohtë, edhe është data vetëm 4 tetor, edhe kaluam direkt nga rroba shumë të holla, sepse ishte vërtet vap, direkt te xhupat e trash tek palltot. Unë sot kam veshur pallto të shkurtër për shembull. Edhe po thoja erdhi Korçarja në Tiranë, edhe solli dimrin me vete, sepse asnjë vit tjetër, të paktën me sa di unë deri në nëntor ka qenë shumë ngrohtë. Pra nuk ka qenë kjo e ftohta që është tani aktualisht. Kështu që unë erdha bashkë me borën me vete. Apo jo? Si erdha po jo. Kështu po që mirë, unë e doja këtë, se më kishte lodhur vapa. Më mirë kështu. Plus që unë ndryshova garderobën që javën e 2 të shtatorit. Pra i nxora të gjitha rrobat e dimrit. Kështu që le të themi e kam manifestuar këtë kohë kështu. Ndërkohë që njerëzit e tjerë nuk i kanë nxjerrë akoma rrobat e dimrit, unë i kam të gjitha gati të sistemuara madje. Kështu që kjo është një plus tjetër.